Përshëndetje. Mirë se erdhët në videon e fundit këtu në Maltë. Sot është dita e premte dhe ne kemi ardhur që të shtunën e kaluar në ishull dhe nesër do ikim sepse një javë ishin pushimet që kishim planifikuar. Sot koha është shumë e bukur, siç e shikoni, diell. Në mëngjes ra pak shi, por tani moti e ka dhënë që do rregullohet koha, kështu që do ta shikojmë. Kemi sot plani kryesor, vendi ku e dim që do shkojmë është pikërisht akvariumi. Menduam që në akvarium këtu në Maltë duhet të shkojmë sepse është një vend në ishull, pra besoj që do jetë edhe akvariumi besoj që do jetë i larmishëm dhe me shumë, nuk e di, shumë vëshmëri. Nuk e di maksimumi çfarë do shikojmë sepse nuk kemi parë në internet në mënyrë që të jemi të virgjër nga informacionet për akvariumin dhe ta lëm veten tonë të mbase të surprizohemi me peshqit, me gjithë botën atje ujore, nën ujore që do gjejmë. Kështu. Pastaj do shikojmë në varësi të motit, në varësi të humorit të djalit. Kemi dëshirë që të bëjmë një promenadë që ishte aty afër, që ishte plot me plazhe, me kafe, me restorante. Por këtë gjë do ta bëjmë spontanisht. Evituam të shkonim tek Laguna Blu, sepse tani në dimër dëgjova që nuk është se ke çfarë të bësh sepse nuk ka asgjë të hapur. Dhe edhe pse nuk ka më dallë në oqean, domethënë në detin e Mesdheut. Kemi frikë se nga cikloni që ishte para disa ditësh prap barkat nuk do jenë të qeta, pra deti nuk do jetë aq i qetë. Kështu që e lam për të shkuar tek Laguna Blu dhe mbase jemi shumë të bindur, na ka pëlqyer aq shumë deri tani Malta sa do vim patjetër edhe një herë të dytë. Dhe do t'i lëm vetes tonë disa gjëra për t'u surprizuar. Gjithashtu edhe ishulli Gozo ishte një diçka që ne donim që ta shikonim, por për të njëjtën arsye po e lëm pa shkuar dhe do qëndrojmë këtë herë vetëm në ishullin e Maltës. Do shkojmë në akvarium, do ju tregojmë se sa është hyrja, çfarë mund të shikoni brenda dhe pastaj do ta mbushim ditën me vizita, me kafe, me restorante, mbas me ndonjë blerje të shohim. Çdo gjë sot po e lëm spontanisht, siç i kemi bërë pothuajse të gjitha këto ditët e këtyre pushimeve dhe na kanë shijuar shumë fare. Unë nisëm me makinë dhe nga apartamenti që kishim marrë deri në akvarium ishte 20 minuta, pra nuk na u desh që të ngisnim shumë me makinë dhe rruga ishte shumë e mirë, djali ishte Qyteti quhet Alçapra. Alçapra. Dhe që ka një qytet direkt në det, me bare shumë të bukura, e ne po përpiqemi të gjejmë një bar të pimë diçka. Po përpiqeshim të gjenim një kafe ku të pinim kafen e mëngjesit. Po nuk ishte. Janë të gjitha bare apo klabe apo ku dëgjon që hapen pas orës 17. Dhe të gjitha kanë pamje shumë të bukur, po ose janë mbyllur sepse nuk është sezon, ose nuk është koha e duhur. Kështu që do shikojmë ndonjë bar tjetër tani. Siç thash, të gjitha lokalet ishin pothuajse të mbyllura në këtë orë, nuk kishim fat të gjenim ato lokalet që deshëm që të hanim mëngjes, por gjithsesi gjetëm një kafe këtu që dukej po ashtu shumë e mirë dhe ishte edhe hotel lart, dukej lezetshëm. Gjetëm më në fund një kafe të hapur këtu në këtë qytetin dhe morëm latte macchiato, një kollë super e madhe, super shume. Dhe pash këtë apple pie të ngrohtë në menu edhe mu duk mirë si emë. Tani erdhi kjo këtu e nuk më pëlqen se si duket. E nuk dhe ha. Kështu që gëzuar, ta fillojmë ditën mbar të zgjohemi se mbrëm Shtefani Kiani na ka lënë pa gjuhë. Të paktën për një 2 orë të mira nga ora deri në orën 3 ai flen. Në orën 1:30 zgjohet, diçka tillë. Dhe
kështu që ta marrin vetëm mirë me kafe. Stefani ka marrë po ashtu latte macchiato, por me Tokyo Express. Shikoni sa kafe që duket. Edhe kemi dhe një burabik që s'kam dërmën ta ha. Kështu. Bileta për në akvarium kushtoi 17 euro nëse nuk gaboj dhe hyrja ishte, domethënë duke qenë se ishte janar, nuk ishte fare njerëz dhe kështu mund të kënaqeshim edhe ta shijonim gjithë akvariumin për vete. Kjo këtu ishte një prezantim se sa plera mbledhen në fund të detit dhe se sa dëme që bëjnë dhe kishte kudo peshq shumë të bukur, po gjithashtu edhe të thjesht peshq që i kemi parë, por ishin interesante. Aha, ja, das sieht man. Këtu brenda mund të futesh, edhe fëmijët mund të shikojnë më mirë. Shikoni, këtu janë dy morenë, nuk e di çfarë quhen në shqip. Si hap gojën. Edhe një këtu. Sa të pafajshme që duken këto të quhen jellyfish, por nuk do doja që ti të preknin atje në det, se palet sa dëm i bëjnë. Këtu kemi sektorin e këtyre kafshëve. Ai akrepi jeshil duket fik si plastik. Von dem will man nicht gestochen werden. Ja. E këtu marimanga. Ky peshku, qa do lëgjoj që është. O, Zema, kak marrë sa të bukura këto. Zema, shko sa të bukura. Ja? Që pjesa këtu është komplet e hapur që mund të shikosh peshkaqenin. Shiko ku është peshkaqeni. Ja. Sa cute. So einen habe ich gestreichelt. Ui. No. Er bewegt ganz langsam, Schatz. Mbaruam turin tek pjesa poshtë e akvariumit. Ishte shumë interesant, po i vogël, domethënë jo shumë i madh për faktin që jemi në mal, prisja një çik më shumë, po ajo që ishte e punuar shumë bukur. Dhe këtu tani kemi një prezantim të këtyre mbetjeve arkeologjike që janë gjetur në det. Dhe duken disa shumë të rëndësishme dhe pothuajse e plot, kuptoni këtu. Oh, dhe kjo këtu shumë inspirant. Zemër, is das hier eine Hanke? Is das hier ein Hanke? Do shikojmë dhe këtë pjesën këtu, nuk besoj se do shkojmë këtu në restorant. Djali deri tani ishte shumë interesuar dhe nuk ka fjetur gjumë, kështu që duhet të dalim jashtë ndoshta pak, të ecim, që të flej gjumë, sepse nëse nuk do flej tani kemi fest. Tu ishte ajo që mundeshim të shikonim pasi dilim nga akvariumi, ishte një, si të thuash, pjesë ku tregoheshin të gjitha këto gjërat, gjetjet që ishin gjetur në botën nënujore dhe dukej pastaj edhe restoranti që ishte shumë i bukur. Pas restorantit neve nuk deshim që të shkonim atje, duke qenë se nuk kishim një pamje të bukur në det dhe menduam që të bëjmë një ecje të shkurtër. Gjetëm një pikë këtu, një spot shumë të bukur që mund të ulesh dhe të shijosh këtë pamjen e detit, me anijet, me ishujt, shumë e lezetshme. E më pas, këtu ishte një vend shumë i bukur, si që thash pak më parë, por nuk vendosim që të uleshim këtu, vendosim që të vazhdonim të ecim dhe të shijonim një çik promenadën. Dita ishte shumë e bukur, edhe kishte shumë erë, po prap ishte një erë e ngrohtë dhe një erë që nuk është se të bënte ftohtë. Sapo ndaluam tek një lokal me pamje shumë të bukur dhe unë do ha një ëmbëlsirë. Stefan do pi një birë që tregoj pak pamje. Oh, wow. Të do ulemi. Pa tjetër që i bërëm edhe fotot, edhe videot këtu me këtë pamjen fantastike, sepse ishte shumë bukur. Edhe Stefani është gjithmonë
kameramani im personal, është më i motivuar për të më bërë mua foto e video se që jam unë vetë, dhe mund të shikonin pothuajse të gjithë qytetin El Quavra, nuk e di tani fiks se si shqiptohet, po ishte qyteti besoj me detin më të bukur, pa çka se nuk kishte absolutisht as edhe një plazh nuk pamne, kishte më shumë pishina dhe besoj në plazh mund të zbrisje vetëm me shkallë, nuk është se kishte rër. Të paktën unë nuk pash në këtë vendin në promenadën që ne ishim. Këtu promenada quhej edhe kjo si në Vlorë, lungomare, më bëri shumë përshtypje, ose nuk quhej lungomare kjo, po kishte shumë vende, shumë lokale që quheshin lungomare, dhe unë mendova që dhe kjo promenada në base quhej lungomare. Pasi mbaruam xhiron, shkuam në këtë pikën këtu që ishte shumë e bukur për të parë, për të shijuar detin. Shumë njerëz aty kishin marrë edhe piknik, domethënë kishin marrë gjëra për të bërë piknik, ishin ulur dhe shijonin këtë pamjen. Edhe këtu patjetër që bërëm edhe fotot edhe videot e shkurtra dhe të vogla, pa dashur që të marrim shumë kohë edhe mos ta shijonim këtë pamje. Ndenjëm gati gjysmore me djalin që ishte duke fjetur tek Shtefani dhe e shijuam. Më pas u kthyem në qytetin ton Melia dhe ishte koha për darkën. U kthyem në qytetin ku ne jetojmë dhe është koha për të ngrënë. Gjetëm një restorant që quhet Liska, është direkt tek katedralja, përballë katedrales që ne kemi, që shikojmë që nga shtëpia. Dhe kemi porositur, Shtefani ka porositur laks të në zgar, kurse unë porosita Laks e shqip? Laks? Salmon. Laks, besoj është shqip. Se salmon, nuk e di. Salmoni të mosur. Salmon. Mëndër, salmon. Pse laks është gjermanisht? Salmon, në... Nuk ka problem, Zema. Faleminderit. Kurse unë kam porositur ravioli me mozzarella di bufalo. Çka t'ju? Dhe restoranti është shumë i lezetshëm. Na kanë sjell këto. Kjo është me vaj ulliri, shumë i mirë, krips, këtu na kanë sjell edhe këtë balsamico. Aceto di balsamico. Dhe ky restoranti këtu është restorant familjar, pra i trashëguar brez pas brezi. Unë sapo ushqeva djalin dhe tani presim të na vi pjata. Dhe besoj ditën do ta përfundojmë pastaj në shtëpi. Kjo është pjata ime e raviolit, kurse kjo është Stefani duke fenomenale. Gjëna ta harë se shumë e bukur, të bëf të mirë. Bëf të mirë, Zema. Dhe dita që djali bëri 4 muaj, edhe doja patjetër që të merrja disa pamje nga ky vendi shumë i bukur këtu, nga pika më e lartë e Melias, edhe të bënim disa foto edhe video që t'i mbanim mend nga djali që u bë 4 muaj në pushimet tona të para. Pas kësaj pike këtu, u kthyem në tek shtëpia që kishim marrë për pushimet, edhe Shtefani ishte këtu duke luajtur me djalin, ja kaluan vërtet shumë bukur, edhe e adhuroj kur shikoj të dy që luajnë kaq mirë me njëri tjetrin dhe që merren vesh shumë mirë me njëri tjetrin. Është shumë e adhurueshme. Sot është dita që do largohemi, erdhi fundi edhe pushimeve tona, shtëpinë këtu e lam në rregull siç e gjetëm. Djali është gati, ora është 6:20, në orën 9:20 kemi fluturimin. Ciao Malta, faleminderit për gjithë ditët e bukura që na dhurove. Do ikim mami. Hajde. Sapo kemi arritur në aeroport, çdo gjë shkoi shumë mirë deri tani. Është ndonjëherë shumë çift të kesh fëmijë se ke prioritet në të gjitha rrugët për të ecur, të hapin linjën edhe mund të shkosh direkt te kontrolli pasaportave, kështu që neve për 10 minuta jo më shumë kaluam çdo gjë, çdo kontroll, lam çantat tek check-ini, mbaruam çdo gjë. Tani Shtefani po ndron djalin sepse djali pivi qumësht edhe patjetër që bëri detyrat e veta. Edhe doja që edhe një herë të përshëndetesha këtu tamam.
e kishim shumë në mëdyshje që duhet ta bënim këtu të ti me Kian apo jo, sepse ishte shumë baby vogël, 3 muaj kur u nisëm. 3 muaj e ca, domethënë se 4 muaj i bëri këtu. Po thuaj se 4 muaj. 4 muaj pa 1 javë ishte. Edhe po mendonim që mos ndoshta nuk duhet ta bëjmë sepse do jetë e vështirë, do qaj këtë andej, por pastaj tham ne që kur ishim 7 zën, e kishim vendosur me Shtefanin që jo gjithmonë do zgjedhim rrugën më të thjeshtë. Pra rruga më e thjeshtë do ishte të rinem në shtëpi ose të shkonim në ndonjë vend që është vetëm 2 orë larg me makinë, por jo. Ne vendosëm, okay, do ta provojmë. Do zgjedhim çik rrugën më të vështirë, që është kjo pushimeve me avion, dhe çdo gjë funksionovi shumë mirë. Kështu që ndonjëherë duhet ta mbikalojmë frikën edhe të japim mundësinë fëmijëve që po, mund të udhëtojmë ata, mund të kalojmë pushime të bukura, dhe jo gjithmonë të kemi frikë se si do reagojnë, apo po rrezet që do më thënë, kur udhëton aq lart patjetër që je i hapur ndaj rrezatimit, se i fluturojnë në një lartësi shumë të madhe. Kështu që gjithmonë kemi këto në dyshjet tona dhe ju sugjeroj të gjithëve që t'i bëni udhëtimet me bebat, se do të kënaqeni.